Përshëndetje, jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Arefi Berberi në Pogradec. Ndeshja ndërmjet Pogradecit dhe Dinamos, sezoni sportiv 2024-2025. Është ndeshje e para play-offit. Pogradeci në këtë ndeshje paraqitet me këtë përbërje: Gjata numri 1, Kërthi numri 2, Kalludra numri 3, Shahu numri 4, libero dhe kapiten e ekipit të Pogradecit, Aoki numri 5, Mato numri 6, Fasuleva numri 7, Seal numri 9, Hasaj numri 10, Ramo numri 11, Ruço numri 12, Zhaulakova numri 13, Nako numri 17 dhe Saini numri 19. Stafi teknik i ekipit të Pogradecit përbohet nga kryetrajner Besnik Lisha dhe asistent Sajmir Dragoj. Ekipi i Dinamos në këtë ndeshje paraqitet me këtë përbërje: Suvaria numri 7, Shabanaj numri 16, Borakaj numri 26, Myftiu numri 12, libero, Lama numri 6, Gjyshja numri 2, Bregu numri 14, kapiten e ekipit të Dinamos, Lapa numri 9, libero, Gruda numri 19, Sulejmani numri 15, Pshedeshvili numri 8, Sukov numri 3, Blevins numri 21 dhe Zydlo numri 1. Stafi teknik i ekipit të Dinamos përbohet nga kryetrajner Michelangelo Maggialetti dhe asistent Priton Dodaj. Jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Arefi Berberi në Pogradec. Në transmetim live në koment Dhori Lapa. Kujtojmë që ndeshjet e para play-offit zhvillohen me 3 ndeshje. Kush fiton 2 kalon në fazën e play-offit. Në Tiranë në këto momente zhvillohet ndeshja tjetër e para play-offit ndërmjet Partizanit dhe Teutës. Janë kualifikuar për në fazën play-off 2 ekipet e para, Skënderbeu, diqet nga Tirana. Pritet të dalin edhe 2 ekipe që do t'i bashkohen katëshës e play-offit. Gati për të nisur ndeshja. Kujtojmë që klub volejbol Dinamo është ndër të vetmet klube në Shqipëri me transmetim live të gjitha ndeshjeve të kampionatit kombëtar të volejbolit për të gjitha grupmoshat ku merr pjesë. Akademia Klub Volejbol Dinamo ndër të vetmet në vend me pjesëmarrje në të gjitha kampionatet. Merr pjesë me ekipin e parë, me grupmoshën U20, me grupmoshën U18, edhe me grupmoshën U16. Eja edhe ti pranë Akademisë Klub Volejbol Dinamo, sepse këtej dalin kampionet e së ardhmes në sport dhe në jetë. Gati për të nisur ndeshja, në shërbim Blevins me numrin 21 për Dinamon, pret të Shahu. Mbrohet mirë Sukov, Gruda në pas, Blevins nga vija e dytë, mbrohet Gjata. Ka shënuar numri 9 i ekipit të Pogradecit, Seal nga pozicioni 4. Në shërbim ka kaluar numri 1 Gjata për ekipin e Pogradecit. Gruda, Sukov fort, e ka marrë pikën Sukov në këtë sulm nga pozicioni 4. Nuk arrin atje Ramo të mbrohet, ka qenë topi ndërmjet pozicionit 6 dhe 5. Barazohet rezultati 1-1. Në shërbim ka kaluar Gjyshja, një nga qendrat e Dinamos me numrin 2.
Aoki pret topin, kalim topin nga Ramo, Gruda, gjyshja në pas, Sukov, sulmon fort, blokout, e ka marrë pikën Sukov, ka qenë Kaludra atje në blok dysh me Zhaulakovën, organizatorën e Pogradecit. Vazhdon shërbimin gjyshja me numrin 2 për Dinamo. Aoki pret topin, Zhaulakova, Seal, sulmon fort në diagonalen e gjatë, nuk ka rinati gjyshja të mbrohet, barazohet rezultati 2-2. Në shërbim ka kaluar organizatorja e ekipit të Pogradecit, Zhaulakova me numrin 13. Sukov, Gruda në pas, në krahun tjetër, Shabanaj fort, jashtë gjuajtja e Shabanajt, ka tentuar diagonalen e shkurtër, nuk ja ka arritur, i dhuron pikën e tretë ekipit të Pogradecit. 3 Pogradeci, 2 Dinamo. Seti parë i takimit, jemi në transmetim live nga Pallati Sportit Arefi Berberi në Pogradec. Zhaulakova, Lapa, Gruda, ka pasuar në pozicionin 3 të Zydlo, e ka marrë pikën Zydlo, barazohet rezultati 3-3. Në shërbim ka kaluar Shabanaj me numrin 16 për Dinamo. Shau mbrojt, Zhaulakova, jashtë ky sulmi ka Kaludrës nga pozicioni 3. I dhuron pikën e 4 të ekipit të Dinamos. Shabanaj vazhdon shërbimin, Aoki, ka gabuar Zydlo atje në këtë tentativë për të sulmuar në pozicionin 3, ka qenë organizatorja e Pogradecit atje, e ka shqetësuar Zydlo, topi ka kaluar Pogradecit. Barazohet rezultati 4-4. Në shërbim ka kaluar numri 9, Seal për Pogradecin. Jashtë. Brenda është vlerësuar topi nga gjyqtari kryesor i takimit. Pesë Pogradeci, 4 Dinamo. Seal përsëri në shërbim. Lapa, Gruda, në krahun tjetër tek Sukov, sulmon mbrohet mirë Pogradeci, Zhaulakova, mbrapa shpinës së vet, e ka marrë Aokin, e ka marrë pikën Aoki në këtë sulm nga pozicioni 2. Është kapur topi në blok, por nuk ka vazhdim loje nga Dinamo. Vazhdon shërbimi numri 9, Seale për Pogradecin. Blevinc, Gruda në pas, Zydlo, mbrapa shpinës në këtë trapsh të bukur, është marrë vesh mirë me Grudën, e ka marrë pikën Zydlo. Ka kaluar në shërbim Sukov me numrin 3 për Dinamon. Një nga lojtarët amerikane e ardhur si përforcim të sezon tek Dinamo. Ramo, Zhaulakova, e ka kapur Zydlo në blok Kaludrën, po nuk ka vazhdim loje aty nga vajzat e Dinamos. Vjen pika e 7 për Pogradecin. 7 Pogradeci, 5 Dinamo. Ka kaluar në shërbim tani Kaludra me numrin 3. Lapa, Gruda në pas, Blevinc fort, ka gabuar Blevinc, ka tentuar diagonalen e shkurtër, nuk ja ka arritur, gjuajtja e saj shumë jashtë, i dhuron pikën e 8 ekipit të Pogradecit. Vazhdon shërbimin Kaludra. Lapa, Gruda në pas, Sukov, nuk ka arrin Sukov në këtë sulm nga vija e 2 nga pozicioni 6, gjuajtja e saj në rjet, nuk ka arrin të kaloj topin në fushën e Pogradecit. Vazhdon Kaludra shërbimin me numrin 3. Jashtë ky shërbimi Kaludrës, i dhuron pikën e 6 Dinamos.
Në shërbim ka kaluar Zydlo, Gjen Mari Zydlo, Amerikania tjetër e Dinamos. Aoki nuk ka vazhdim loja atje nga Zhaulakova, edhe Gjata e ka prekur pak topin, por nuk e kalon në fushën e Dinamos. Vjen pika e 7 për Dinamon. 9 Pogradeci, 7 Dinamo. Vazhdon shërbimin Zydlo me numrin 1 për Dinamon. Jashtë ky shërbimi Zydlo, si duron pikën e 10 ekipit të Pogradecit. Në shërbim për Pogradecin ka kaluar Aoki me numrin 5. Lapa, Gruda, Gjyshja, e ka marrë pikën Gjyshja. Një sulm mbrapa shpinës Grudës, është marrë vesh mirë aty. Asnjë nga vajzat e Pogradecit nuk ka arrin të mbrohet. 10 Pogradecit, 8 Dinamo. Seti pari takimit, transmetim live nga Pallati i Sportit Arefi Berberi në Pogradec. Gruda në shërbim. Ka gabuar edhe Gruda. Disa gabime resht nga vajzat e Dinamos. Ka gabuar Zydlo pak më përpara, gabon dhe Gruda në shërbim. Në shërbim e Ramo për ekipin e Pogradecit me numrin 11. Blevins mbrohet mirë, Gruda, Shabanaj fort, është kapur në blokun 2 atje nga Zhaulakova dhe Gjata, sulmi Shabanajt, por nuk ka vazhdim loje nga vajzat e tjera. Vjen pika e 9 për Dinamon. Në shërbim kalon Amerikania e 3 e Dinamos, Blevins me numrin 21. Aoki në pas, Seal sulmon fort, mbi blok atje, nuk ka arrin bloku 2 shi Shabanajt dhe i Gjyshes ta mbylli këtë kërcim të lartë të Seal. 12 Pogradeci, 9 Dinamo. Ka kaluar në shërbim Gjata me numrin 1 për Pogradecin. Lapa, Gruda në pas, mbrapa shpinës Shabanaj, Zhaulakova, Gjata vazhdim, Seal, mbrohet mirë Sukov, Gruda në pas, Shabanaj, e ka marrë pikën Shabanaj, ka kërcyer edhe Shabanaj fort, mbi blokun 2 të Kaludrës dhe të Seal, diagonale gjatë në këndore në pozicionin 1. Vjen pika e 10 për Dinamo. Në shërbim Gjyshja me numrin 2. Paola Gjyshja, një nga qendrat e Dinamos. Aoki, Zhaulakova, Seal, mbrohet mirë Sukov, Gruda në pas, tek Shabanaj, e merë pikën Shabanaj, e ka marrë dhe këtë pikë Shabanaj. Në shërbim vazhdon Gjyshja me numrin 2 për Dinamon. Ka gabuar Gjyshja, i dhuron pikën e 13. Ka kaluar në shërbim Zhaulakova. Pika e 13 për Pogradecin, numri 13, Zhaulakova në shërbim. Koincidencë e bukur kjo. Lapa, Gruda në pas, Sukov fort, është kapur në blok Sukov nga Kaludra, ka qenë bloku 2 atje i Kaludrës dhe i Aokit. Vjen pika e 14 për Pogradecin. 14 Pogradeci, 11 Dinamo, seti pari takimit. Atmosfere bukur këtu në Pallatin e Sportit Arefi Berberi në Pogradec, ka shumë tifoza. Lapa, Gruda kthen topin, Sukov, gjuajtje lehtë, mbrohet mirë Ramo, Zhaulakova e shtyn fort tek Seal. Ka kërcyer përsëri Seal mbi blok, e ka marrë pikën. 15 Pogradeci, 11 Dinamo. Zhaulakova vazhdon shërbimin e numrin 13. Jashtë, është vlerësuar sakt shërbimi. Ka qenë aty në mbrojtje Blevins me numrin 21 dhe Lapa me numrin 9.
15 Pogradeci, 12 Dinamo. Në shërbim Shabanaj me numrin 16. Ka gabuar edhe Shabanaj. Shërbimi 4-5 mos gaboj që humbasin vajzat e Dinamos. I kanë falur shumë nga shërbimet. Aty është diferenca. 16 Pogradeci, 12 Dinamo. Në shërbim ka kaluar Seal me numrin 9 për Pogradeci. Blevins, Gruda në pas, Zydlo shkapu në blok atje nga bloku 2 i Ramos edhe i Kaludros. Vjen pushimi i parë për ekipin e Dinamos kërkuar nga kryetrajneri Michelangelo Maggialetti. Lojë e bukur nga të dy ekipet deri në këto momente. Janë rikthyer në parket vajzat e të dy ekipeve pas pushimit parë për Dinamon. Vazhdon shërbimi Seal me numrin 9. Lapa, Gruda në pas, Suko fort. I ka kaluar pika ekipit të Dinamos. Ka ndrime për ekipin e Pogradeci. Largohet numri 9 Seal. Në loj numri 6 Mato. Largohet edhe Ramo me numrin 11. Në loj Fasuleva me numrin 7. Në shërbim Sukov me numrin 3 për ekipin e Dinamos. Ramo ka qenë në shau në fakt. Fasuleva, mbrojt mirë Sukov, Zydlo. Kalim topi nga Blevins, Fasuleva. Është kapur në blok nga Gruda. Sulmi nga pozicioni 3 ka qenë Kaludra atje, blokout nga Gruda, e ka marrë pikën Kaludra. Atmosferë e bukur këtu në pallatin e sportit Arefi Berberi, po mbushet pallati i sportit, por ora është e përshtatshme, njerëzit kanë mbaruar punët, janë shlodhur, vinë në pallatin e sportit për të argëtuar me një ndeshje të bukur voleybolli. Lapa, Shabanaj, ka gabuar Shabanaj në këtë sulm nga pozicioni 1, i dhuron pikën e 19 të Pogradecit. Në shërbim Kaludra me numrin 3 për Pogradeci. Lapa, Gruda në pas, Blevins, Fort Blevins. Vazhdim loje nga Kaludra, Aoki, është kapur në blok, organizohet përsëri Pogradeci, Fasuleva. Nuk ka rinë bloku 2 atje i Grudës dhe i Zydlos. Fasuleva ka sulmuar në vitë drejt, nuk e ka mbyllur mirë Gruda aty. Vjen pika e 20 për Pogradecin. Vazhdon shërbimi Kaludra me numrin 3 për Pogradeci. Lapa, Gruda, Zydlo. Zydlo dhe njerë. Vazhdim e loje nga të dy krahët. Blevins këtë herë. E ka qarë blokun Blevins. Ka qenë gjata atje dhe Aoki. Është lojtare fort fizikisht Blevins. E ka marrë pikën më në fund.
Zydlo ka kaluar në shërbim për Dinamon me numrin 1. Aoki e ka marrë Gjatën për para në pozicionin 3. Zhaulakova është marrë pika nga Gjata. 21 Pogradeci, 14 Dinamo. Seti pari takimit. Aoki me numrin 5 ka kaluar në shërbim për Pogradecin. Lapa, Gruda, Blevins fort. Aoki e ka kap topin, kthehet topi. Fasuleva, Gruda, Sukov në krahun tjetër, Blevins mbrohet mirë. Në lojë është futur libero tjetër e Pogradecit. Hasaj nuk ka arrin të mbrohet në këtë sulm të fort nga Blevins. Vjen pika e 15 për Dinamon. Ka kaluar në shërbim Gruda me numrin 19. Aoki, Zhaulakova, Gjata. Është kapur Gjata në blok nga Blevins. E ka kuptuar Blevins të trehapsht të Gjatës. Brava shpinës Zhaulakovës. Sulmi ka qenë në pozicionin 2. Ja ka marrë pikën. 21 Pogradeci, 16 Dinamo. Gruda, Zhaulakova. Fasuleva ka sulmuar nga pozicioni 4, diagonalin e gjatë, e ka marrë pikën. Ndrim përsëri për Pogradecin. Largohet numri 6. Mato në lojë numri 9 Seal. Largohet edhe numri 7 Fasuleva në lojë Ramo me numri 11. 22-16 rezultati. Në shërbim Ramo me numri 11. Lapa, Gruda, Shabanaj fort. Seal, Lapa mbrojt mirë. Gruda dhe një herë në krahun tjetër. Blevins ka gabuar Seal, atje prekje rjete. Pika i ka kaluar Dinamos. Sakt gjyktarët e takimit në këtë vlerësim. 22 Pogradeci, 17 Dinamo. Në shërbim Blevins me numrin 21 për Dinamo. Seal, Zhaulakova, tek Seal. E ka kapur Gjysha në blok Seal. I duen Dinamo sto pik. Ka kërcuar fort Seal, e ka pritur Gjysha këtë herë. Në fraksion sekonde. Ja ka marrë pikën. 22 Pogradeci, 18 Dinamo. Vazhdon Blevins shërbimin. Aoki, Ramo kthen topi në lojë. Gjata kalim topi. Lapa sak, Gruda në pas. Sukov fort. Nuk arrin Sukov ta marrë pikën. Është mbyllur nga Zhaulakova në blok. Ndrim për ekipin e Pogradecit. Largohet Zhaulakova me numrin 13, në lojë Saini me numrin 19. Ndrim ndërmjet dy organizatoreve. Me sa kuptoj kërkon blok më të lartë trajneri i Pogradecit. Saini është pak më e lartë se Zhaulakova, të shohim. Lapa, Gruda, Shabanaj. Ka gabuar Kaludra atje prekje rjete në këtë tentativ për të pritur sulmin e Shabanajt. Vjen pika e 19 për Dinamo. 23 Pogradeci, 19 Dinamo. Fair play edhe nga Kaludra atje, ka ngritur dorën, i tregon gjyqtarit, po e ka prekur jetën. Gjysha në shërbim për Dinamo. Seal pret topin, Saini, Seal përsëri. E ka kapur Shabanaj dhe Zydlo në blok, por bloku jashtë, nuk ka vazhdim nga vajzat e Dinamos. Vjen pika e 24 për Pogradecin. Ka kaluar në shërbim Saini tani me numrin 19. Zydlo mbrohet mirë Pogradeci. Edhe njerë shkapur në blok Aoki, Gruda, Sukov, fort. Jashtë, erja ka marrë pikën Sukov, blokout. Ka qenë Aoki atje dhe Kaludra në blok. E ka pritur topin Aoki, por më pas topi ka prekur antenën. Pika e kalon Dinamos.
24 Pogradeci, 20 Dinamo. Shabanaj në shërbim. Ka gabuar Shabanaj, i dhuron pikën e 25 të ekipit të Pogradecit. Mbyllet seti i parë i takimit, 25-20. Akademia Klub Volleyball Dinamo ndër vetmet në vend me pjesëmarrje në kampionatin kombëtar me të gjitha grup moshat. Merr pjesë me ekipin e parë me grup moshën U20, U18, U16 edhe U14. Stërvitjet zhvillohen çdo ditë pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës prej orës 17:00 deri në orën 20:00. 2 orare mjaft të përshtatshme për vajzat tuaja. 2 salla sportive në dispozicion, stafi i përkushtuar pas materiale bashkëkohore. Eja edhe ti pranë Akademisë Klub Volleyball Dinamo, sepse këtej dalin kampionet e së ardhmes në sport, por edhe në jetë. Akademia Klub Volleyball Dinamo ka në përbërje të saj një staf të përkushtuar. Përmendim këtu presidentin Eduard Bregu, drejtorin teknik Altin Martiri, trajnerët e ekipit të parë Michelangelo Maggialetti, Kliton Dodaj, Naim Limanaj, trajnerët e ekipit U20, profesor Altin Martiri dhe Kliton Dodaj, trajnerët e ekipit U18, Anida Borova Budini dhe Theodor Lapa, statistika Vasja Lapa që nuk mungon asnjëherë në ndeshjet e Dinamos, pa haruar edhe Zysh Blerina Mema që ndihmon shumë aty tek akademia me vajzat e vogla. Jemi gati për të nisur seti i dytë i takimit. Atmosferë bukur elektrizuese këtu në Pallatin e Sportit Arefi Berberi në Pogradec. Ndeshja e parë e fazës para play-off. Ndeshja e dytë zhvillohet në datë 4. Nëse ekipi që fiton 2 ndeshje kalon në fazën e play-offit. Është ekipi i Skënderbeu dhe i Tiranës që presin aty. 2 ekipe që do të dalin nga 2 luftimet ndërmjet dyshes Pogradeci Dinamo dhe dyshes tjetër Partizani Teuta. Ekipi Dinamos është ngjitur pas shumë vitesh në kategorinë superiore. Shabanaj fort, mbrohet mirë Ramo. E ka marrë pikën Zhaulakova në këtë ngecje në pozicionin 1. Sulmi u duk sikur ishte për Dinamon, por Zhaulakova e ka marrë pikën. Ka kaluar në shërbim Ramo me numrin 11 për Pogradecin. Blevins, Gruda në pas, tek Sukov, e ka marrë pikën Sukov, ka qenë gjata atje dhe Zhaulakova në blok. Sukov me eksperiencën e saj ka tentuar gjuati në vit të drejt. Nuk arrin atje Zhaulakova, nuk ka gjatësinë për e duhur, le të themi, për të mbyllur vijën e drejt. Barazohet rezultati 1-1. Ka kaluar në shërbim gjyshja me numrin 2. Aoki, Zhaulakova, merr gjatën. Mbrapa shpine, sulmi fort i gjatës e ka pritur Shabanaj në momentin e parë, por nuk arrin Blevins atje të kthej topin në lojë. Gjata në shërbim, jashtë. Ka qenë Blevins aty dhe Lapa. E kanë lënë topin jashtë. Vjen pika e dytë për Dinamo. Barazohet rezultati 2-2. Në shërbim Shabanaj, Aoki, Zhaulakova, Zydlo Kalim topi.
Edhe njerë Zhaulakova. Seal ngecje mbrapa blokut, Shabanaj e vëmendshme, Sukov kalon topin, Aoki mbrohet, Zhaulakova dhe njerë. Ka sulmuar Kaludra atje në pozicionin 3, në fakt ka qenë një ngecje, e ka prekur topin libero Lapa, po nuk ka mundur ta rikthej në loj. Vjen pika e tretë për Pogradecin, më falni. Zhaulakova në shërbim. Blevin sakt, Gruda në pas. Sukov e ka marrë pikën Sukov me këtë ngecje mbrapa blokut. Barazohet rezultati 3-3. Volejbolli bukur nga të dy ekipet deri në këto momente. Në fakt jemi në fazën mbyllëse të kampionatit, është normale që ekipet e gjitha të kenë rritje. Sukov me numrin 3 në shërbim, Aoki, Zhaulakova, Aoki jashtë. Ka gabuar Aoki, vjen pika e 4 për Dinamo. Sukov vazhdon shërbimin me numrin 3. Përsërit e Aoki. Zhaulakova në krahun tjetër, Seal ngecje, Lapa, Blevins në këtë tentativë për ta kthyer topin në loj ka gabuar, atje është vlerësuar faul. Ka qenë topi i dytë nga Blevins, që është ngritur lart, i dhuron pikën e 4 Pogradecit. Seal në shërbim. Sukov, Gruda në pas, Zydlo fort në vitë drejt. E ka marrë pikën Zydlo. Nuk të falë Zydlo aty në këto 3 hapshe, mbrapa shpinës organizatores. Në blok ka qenë edhe Ramo aty me Kaludrën. Vjen pika e 5 për Dinamo. Ka kaluar në shërbim Zydlo tani për Dinamo. Zhaulakova pret topin. Shahu, Ramo, Sukov mbrohet mirë, Gruda, Blevins fort, Zhaulakova mbrohet, Shahu pason, Aoki sulmon fort, mbrohet mirë Shabanaj, Gruda në pas, të shohim Blevins, do ta marri, Seal, Zhaulakova, Aoki, është kapur në blok, Aoki vazhdon përsëri sulmi për Pogradecin, kalim topi nga Aoki këtë herë, gjyshja e vëmendshme, Gruda edhe një herë tek Blevins, disa aksione nga Blevins, vazhdim loje nga Pogradeci, të shohim. Jashtë, ka gabuar Ramo. Ishte momenti që pritej kush do të gabonte nga dy ekipet pas disa sulme resht. Ka gabuar Ramo, i dhuron pikën e 6 ekipit Dinamos. Për herë të parë Dinamo kalon përpara. Kujtojmë që seti i parë është udhëhequr gjithnjë nga Pogradeci. Të shohim do ta bëj përmbysjen Dinamo në këtë set. Kaludra, Zhaulakova, është kapur në blok nga gjyshja. Prekje rjete aty nga Kaludra. Vjen pushimi i parë i kërkuar nga trajneri i ekipit të Pogradecit Besnik Lisha. Duhet Dinamo ta mbajë ashtu ritmin. I ka mundësit, ka përgatitje fizike më të mirë për mendimin tim Dinamo, ka vajza të reja në përbërje. Janë stërvitur gjithë vitin. Është momenti të japin rezultatin maksimal. Të shohim. 4 Pogradeci, 7 Dinamo, seti 2 i takimit. Kujtojmë që ekipi i Dinamos është ndër të vetmet ekipe të mbetura në kampionatin kombëtar, totalisht privat. Të gjitha ekipet e tjera kanë mbështetjen e bashkive respektive. Skënderbeu po ashtu, Tirana, Pogradeci kanë nga mbrapa bashkit që i mbështesin. Ne falenderojmë sponsorin ton general Veza Areas që na mbështet vazhdimisht. Pa haruar këtu edhe punën e vajzave dhe punën e stafit teknik të Dinamos. Zydlo në shërbim, Aoki, e ka mbytur Aokin me shërbime sot. Zydlo, Gruda, Shabanaj, Zhaulakova, Shau, Seal në vijën e dytë, mbrohet mirë Zydlo, Gruda, tek Blevins fort, e ka kapur Kaludra Blevinsin, vjen pika e 5 për Pogradecin. Falenderojmë gjithashtu Federatën Shqiptare të Volejbollit për punën mjaft të mirë që po bën vitet e fundit në ngritjen e nivelit të volejbollit
shqiptar në vend. Kaludra, Aoki, vazhdim loje, Gjata, Ramo, Sukove vëmendshme, Gruda në pas, Blevins, Kaludra, Ramo kthen topin në loj, Seal nga vjet dytë, Sukov mbrohet mirë, Gruda, Gjyshja e ka marrë pikën Gjyshja, normal do ta merrte. Duhet ta merrte. Përqafime aty nga Gruda dhe Gjyshja. Pesë Pogradeci, 8 Dinamo. E mban ritmin Dinamo. Ritëm të lartë, aksionet vazhdueshme. Të shohim do ta përballojë Pogradeci. Shohim Ahokin me zi po merr frym. Mund të rregulloj frymarrjen, ka marrë shumë është kapu në blok Ahoki, Sukov, Gruda. Ka gabuar Gruda atje. Ishte një top që mund të rregulloj. Afër jetës në vështirësi, Gruda ka ardhur nga vjet dytë në fakt, janë të vështira do të pa për të rikthyer. Ka gabuar, i dhuron pikën e 6 ekipit Pogradecit. Ahoki në shërbim me numrin 5. Lapa ka gabuar Lapa aty në pritjen e topit të parë. I dhuron pikën e 7 ekipit të Pogradecit. 7 Pogradecit, 8 Dinamo. Lapa, Gruda, Blevins, Seal, Zhaulakova, Ramo, është kapu në blok Ramo, Gruda, Lapa në pas, në krahun tjetër tek Blevins, Zhaulakova mbrohet mirë, është futur në libero në pas, kalin topi nga Aoki, Gjyshja, Gruda, Shabanaj fort, ka marrë Shabanaj, nuk ishte si të ndote, ndryshe, bloku 2 atje i Gjatës e i Zhaulakovës nuk mund të blokoj Shabanajn. 7 lartën e Dinamos. Vjen pika e 9. Ka kaluar në shërbim Blevins tani me numrin 21. Aoki, Zhaulakova, Gjata, është kapu në blok. Lapa e vëmendshme mbrapa blokut. Gruda në pas. Sukov, ka gabuar Sukov. Ishte një top i vështirë atje afër antenës në fakt. Mund të kishte bërë një kalim të thjeshtë, ka tentuar një gjuajtje, nuk e ka arritur diagonalen e shkurtër, topi ka qenë jashtë. Vjen pika e 8 për Pogradecin. Në shërbim ka kaluar Ramo me numrin 11. Lapa, Gruda, Gjyshja, qa ka për Gjyshja, e ka lënë ajër Gjatën. Ja ka marrë pikën në këtë dy luftim ndërmjet 2 treshave. Vjen pika e 10 për Dinamo. Të na falin tifozat e Pogradecit për në një shpërthim të mundshëm. Jemi të Dinamos në që transmetojmë ndeshjen. Seal, mbrohet mirë Blevins, Zydlo, ka gabuar Zydlo, ka tentuar një gjuajtje të menjëhershme, nuk ja ka arritur gjuajtja e saj në rjet. 9 Pogradeci, 10 Dinamo. Në shërbim Gjata me numrin 1. Blevins në vështirësi, Gruda, kalim topi nga Lapa, Aoki, Zhaulakova, mbrohet mirë Lapa mbrapa blokut, Gruda, Shabanaj, ka gabuar Shabanaj, ka tentuar diagonalen e gjatë, nuk ja ka arritur. Topi saj jashtë, i dhuron pikën e 10 Pogradecit. Vazhdon barazohet rezultati për herë të parë në këtë set, 10-10. E ka marrë pikën Gjata. Ka kaluar Pogradeci për para 11. Ka gabuar Gjata, barazohet rezultati 11-11. Kujtojmë që Gjata është rikthyer në vendlindjen e saj në Pogradec pas një eksperiencë një vjeçare, gjysmë sezoni mund të themi jashtë. Ka qenë mos gaboj në një ekip në Bosnjë.
Është kërkuar nga Pogradeci, është rikthyer. Seal është kapur në blok nga Zydlo, nuk ka arrin. E ka marrë pikën Pogradeci. 12 Pogradeci, 11 Dinamo. Për herë të parë kalon përpara Pogradeci në këtë set. Në shërbim Zhau Lakova me numrin 13 për Pogradecin. Lapa, Gruda në pas. Sukov fort, është kapur në blok, jashtë bloku i Sukov, ka qenë ka ludra atje, barazohet rezultati 12-12. Sukov në shërbim, Aoki për sëri, Zhau Lakova, Seal, ngecje, nuk e ka koptuar Blevins atje. E ka ngecur në blok out, ja ka marrë pikën. Ka kaluar edhe në shërbim tani Seal. Lapa, Gruda në krahun tjetër, tek Blevins, ngecje mbrapa blokut, Ramo e vëmendshme, Aoki, jashtë ky sulmi Zhau Lakovës, ka qenë Aoki në pas, e detyruar, topi ka qenë afër gjyktarit. Ka gabuar Zhau Lakova. Ndrim për ekipin e Pogradecit. Largohet Seal në loj Mato. Largohet edhe Ramo në loj Fasuleva. I ka bërë të ndrime trajneri Besnik Lisha edhe në setin e parë. 13-13 rezultati. Zydlo, Shau, Zhau Lakova. Është kapur në blok sulmi Aokit. Zhau Lakova dhe njerë. Fasuleva. Mbrohet mirë Zydlo, Sukov në pas. E ka kapur në blok Blevins, ja ka marrë pikën Pogradecit. Ka kaluar në shërbim ka ludra me numrin 3 për Pogradecin. Sukov, Gruda në pas, Gjyshja. Ka gabuar Fasuleva aty preke rjete në këtë tentativ për të blokuar Gjyshen. Barazohet rezultati 14-14. Gruda, Zhau Lakova, Fasuleva, Lapa, Sukov kthen topin në loj, Gjyshja kalim, Aoki, Zhau Lakova e kthen topin. Kalim nga gjata, Shabanaj e vëmendshme, Gruda në pas, edhe njerë Shabanaj, e merë Shabanaj pikën, e merë. Ja ka marrë Fasulevës në blok, ka kaluar për para Dinamo. Gruda në shërbim për Dinamo me numrin 19, Shau, Aoki, në krahun tjetër tek Fasuleva. Është kapur në blok ati nga Gjyshja dhe nga Shabanaj, nuk ka vazhdim loje nga gjata. Ka kaluar për para Dinamo me 2 pik. 14 Pogradeci, 16 Dinamo. Detyron trajnerin ekipit të Pogradecit, Besnik Lisha, të marri pushim. Ja rikthyer në parket vajzat e të dy ekipeve pas ti pushimit të kërkuar nga trajneri i Pogradecit Besnik Lisha. Në shërbim Gruda, Shahu, Zhau Lakova, Aoki, Sukov, mbrohet mirë, Shabanaj, Blevins në vit të drejt e ka marrë pikën. Jashtë është vlerësuar, për mendimin tim kanë qenë te vija fundore.
Në këtë pozicion që është kamera, për mendimin tim ka qenë të vija fundore topi, megjithatë mendimi i takon gjyqtarit kryesor. 15 Pogradeci, 16 Dinamo. Në shërbim Aoki me numrin 5. Lapa, Gruda në pas, Shabanaj fort, Sukov, Blevins, vazhdim loje. Sukov kalon topin, edhe njerë Gjata, Zhaulakova, Fasuleva, mbrohet mirë Gruda, Lapa në pas kalon tek Blevins. Ka gabuar Blevins, ka tentuar një ngecje, nuk ja ka arritur. E ka nervozizëm nga Blevins në këto momente. Disa aksione që duken të thjeshta. Aoki në shërbim. Jashtë, ka gabuar Aoki. Kalon për para Dinamo me 1 pik. 16 Pogradeci, 17 Dinamo. Blevins në shërbim. Shahu, Zhaulakova, Gjata. Lapa mbrohet mirë mbrapa bllokut, Gruda në pas, Shabanaj, Zhaulakova, Shahu, Fasuleva. E ka marrë pikën Fasuleva, barazohet rezultati 17-17. Ka kaluar në shërbim tani Ramo me numrin 11. Lapa në vështirësi, Gruda, Shabanaj, sulmon fort, mbrohet mirë Aoki, Zhaulakova, e shtyn tek Seal, është kapur në blok, e ka kthyer Oçka për Zhaulakova, e ka kthyer topin në limite. Gruda, Sukov, është kapur në blok Sukov nga vajzat e Pogradecit. Ka kaluar për para Pogradeci me 1 pik në shërbim Ramo. Blevins, Gruda, edhe njerë tek Sukov. Ka gabuar Sukov përsëri, gjuatja e saj jashtë. Vjen pika e 19 për Pogradecin. Shfrytëzoj momentin për pak reklam. Akademia Klub Volejboll Dinamo ndër të vetmet në vend me pjesëmarrjen e të gjitha grup moshat në kampionat. Stërvitjet zhvillohen çdo ditë pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës prej orës 17:00 deri në orën 20:00. 2 orare 17:00 deri 18:30, 18:30 deri 20:00. 2 orare çdo ditë. 2 salla për stërvitje, stafi përkushtuar, ambiente komode, baza materiale bashkëore. Eja e leti pranë Akademisë Klub Volejboll Dinamo. Ja rikthye në parket vajzat e të 2 ekipeve. Vazhdon shërbimi në Ramo me numrin 11. Blevins, Gruda, Shabanaj. Ka gabuar edhe Shabanaj, gjuatja e saj jashtë. Disa gabime resh nga vajzat e Dinamos, tani i falin pik Pogradecit. Njëzet Pogradeci, 17 Dinamo. Vazhdon shërbimi i Ramo me numrin 11. Erdhi dhe momenti i Ramos të marri pik nga shërbimi. Deri tani në gjykimin tim me sa mbajmë nuk kam ndoshta 1 pik. Shpika e dytë kjo. 21 Pogradeci, 17 Dinamo. Është ndihmuar dhe nga Fati. Në fakt topi ka ngecur në rjet dhe pastaj në fushën e Dinamos. Blevins
Erdi momenti, Ramos për këtë qëllim e mban dhe trajneri në shërbim. 22 Pogradeci, 17 Dinamo. Zhaulakova. Jashtë edhe ky sulmi Sukov. Përsëri gabojnë vajzat e Dinamos. Vjen pushimi i dytë për Dinamon i kërkuar nga trajneri Michelangelo Maggialetti. 23 Pogradeci, 17 Dinamo. Vazhdo shërbimi e Ramo me numri 11 për Pogradecin. Lapa, Gruda në pas, tek Sukov, ngecje, brapa blokut, e ka prekur pak gjata, po nuk ka vazhdim aty nga vajzat e tjera. Vjen pika e 18 për Dinamo. 23 Pogradeci, 18 Dinamo. Gjyshja me numrin 2 në shërbim për Dinamo. Shahu, Aoki, Seal, shkapu në blok. E vëmendshme Zydlu atje në këtë kalim nga vajzat e Pogradetit, ka sulmuar me njëre, ka marrë pikën. Vjen pika e 19. Vazhdo në shërbimin Gjyshja me numrin 2. Ka një dëmtim të lehtë atje nga Zhaulakova, ka dal jashtë, ndrim, është futur në lojë organizatora tjetër Saini. Të shohim, është momenti i Gjyshjes ky. Gjyshja njihet për shërbimet mira. Ka gabuar Gjyshja. I dhuron pikën e 24 të Pogradecit. Në shërbim Gjata. Blevins nuk arrin atje, nuk ka vazhdim loje nga Shabanaj. Vjen pika e 25 për Pogradecin. Mbyllet e ky set i dytë me fitoren e Pogradecit. 25-19.
Ekipi i Dinamos në këtë ndeshje paraqitet me uniformën e dytë, është ngjyra blu e hapur, ngjyra e detit. Sukov në shërbim për Dinamon. Zhau Lakova është kapur në blok. Ka gabuar atje Lama. Ka dhe një ndrim në këtë set për Dinamon. Është larguar Shabanaj me numrin 16 dhe në lojë është Lama me numrin 6. Ka gabuar Gjata në shërbim. Barazohet rezultati 1-1 në këtë set të tretë të takimit. Në shërbim Gjysja me numrin 2. Ka gabuar edhe Gjysja. Sukov, Gruda, Zydlo. E ka marrë pikën Zydlo. Me një dorë ka pasuar aty. Gruda e ka ndjekur Zydlo në këtë sulm nga pozicioni 3. Shpejt, fort, e ka marrë pikën. Barazohet rezultati 2-2. Kryeson Pogradeci me sete 2-0. Lama në shërbim për Dinamon. Aoki, Zhaulakova, Seal, fort. Mbrohet mirë Lama. Ja, nuk ka arrin atje, topi ka shkuar tek antena pranë gjyqtarit kryesor. Ne ka marrë pikën Pogradeci. Seal, Sukov, Gruda, Blevins, Ngeci mbrapa blokut e vëmendshme Seal, Zhaulakova, Aoki është kapur në blok. Kaludra pason në krahun tjetër, Ramo, Lama. E ka marrë pikën Ramo në këtë sulm në vit të drejtë. Është hapur bloku i Dinamos edhe Lama që ka qenë mbrapa blokut nuk ka arrin ta presi topin. Barazohet rezultati 3-3. Seal në shërbim për Pogradecin. Lama kthen topin në lojë. Zydlo Kalim. Organizohet Pogradeci, Zhaulakova, Gruda kthen topin, Lapa në pas tek Blevins. E vëmendshme Zhaulakova, libero e Pogradecit. Sukov mbrohet mirë. Ka gabuar Seal atje pas gjuajtjes. Ka prekur jetën. Vjen pika për Dinamon. Blevins në shërbim me numrin 21 për Dinamo. Seal, Zydlo. E ka marrë pikën Zydlo. Seal nuk e ka pritur mirë topin, ka kaluar në fushën e Dinamos. E vëmendshme Zydlo atë ka kërcyer me njëherë. E ka prekur në blok një nga vajzat e Pogradecit, por topi ka shkuar jashtë. Vjen pika e 5 për Dinamo. 3 Pogradeci, 5 Dinamo. Blevins në shërbim për Dinamo me numrin 21. Aoki, Zhaulakova, Aoki, Lama, kalim topi nga Lapa, të shohin Pogradecin, Zhaulakova, Zydlo. E ka kapur topin Zydlo, por nuk është pozicionuar mirë atje Gruda. Ka tentuar edhe Lama të vazhdoj lojën, nuk ja ka arritur. Vjen pika e 4 për Pogradecin. Kaludra, Lapa, Gruda në pas, Sukov, Zhaulakova, nuk ka arrin të mbrohet në këtë ngecje nga Sukov, vjen pika e 6 për Dinamon. Në shërbim ka kaluar Zydlo me numrin 1 për Dinamon. Aoki, Zhaulakova, Ramo,
E ka marrë pikën Ramo. Nuk arrin bloku 2 atje i Gjyshes dhe i Grudës të bashkohet, i ka dhënë mundësinë Ramos të gjuaj në mes të blokut diagonalen e gjatë. E ka marrë pikën Ramo. 5 Pogradeci, 6 Dinamo. Gruda në shërbim, Aoki, Zhaulakova, Ramo. E ka marrë pikën të Dinamo, bloku 2 i Gjyshes dhe i Lamës ka dhënë rezultat. 6 Pogradeci, 7 Dinamo. Vazhdon shërbimin Gruda me numrin 19. Aoki, Zhaulakova, Seal. E ka marrë pikën Seal, është kapur topi në blok, por nuk ka vazhdim nga vajzat e Dinamos, barazohet rezultati 7-7. Ka kaluar në shërbim tani Ramo me numrin 11. Mori disa pikë vendimtare Ramo në setin e dytë. Të shohim. Blevin sakt, Gruda në pas, Sukov, fort. E ka marrë pikën Sukov. Vjen pika e 8. 7 Pogradeci, 8 Dinamo. Në shërbim ka kaluar Sukov tani me numrin 3. Gjata, Zhaulakova, Seal, e vëmendshme Gruda, Lapa, tek Blevins. Është kapur në blok Blevins, nuk ka vazhdim lojë edhe nga Gjyshja, barazohet rezultati 8-8. Edhe Lapa topin e ka çuar afër jetës atje, nuk i ka dhënë mundësi Blevins, shumë mundësi Blevinsi të sulmoj. Lapa, Gruda, nga vije dytë Sukov, Ramo, Seal, Gruda, disa pikë të leta nga Pogradeci në këtë momente. Ka kaluar për para Pogradeci 9-8. Gjata në shërbim me numrin 1. Lapa, Gruda, Blevins, Aoki e vëmendshme, Zhaulakova, Gjata në fakt, Seal fort, është kap në blok. Vazhdim loje nga Rama, edhe njerë Seal, Gruda, Lapa në krahun tjetër, jo në vitë dytë. Lama, edhe njerë Lapa në krahun tjetër tek Blevins. Gjata, mbrohet mirë Zhaulakova tek Seal. Nuk ka arrin atje bloku 2 i Gjyshes edhe i Lamës. Ka kërcyer fort Seal mbi blok diagonalen e gjatë. Afër vijës fundore e ka marrë pikën. Blevins, Gruda, Gjyshja. E ka kapur Kalludra Gjyshen në blok. Vjen pika e 11. 11 Pogradeci, 8 Dinamo. Gjata, Lapa, Gruda në pas, tek Lama në krahun në dysh. Mbrohet mirë Pogradeci, Gjata, Zhaulakova. E ka marrë pikën Kalludra përsëri në këtë sulm nga pozicioni 3. Nuk arrin në Gjyshja atje ta mbylli Kalludrën. Vjen pika e 12 për Pogradeci. 12-8. Ndrim për ekipin e Dinamos, largohet Gruda me numrin 19, në lojë Suvaria me numrin 7. Gjata, Blevins, Suvaria, Blevins, Gjata, Seal, Sukov, Blevins edhe njëherë. Mbrohet mirë Pogradeci, Zhaulakova, Seal, fort.
Për sërin bi blok atje, nuk ka rin bloku dyshi Gjyshes edhe i Lamës. E ka marrë pikën Seal për sërin në këtë diagonalet e gjatë. Gjata vazhdon shërbimin. Lapa, Suvaria në pas, Blevins, fort. E ka marrë pikën Blevins, ka qenë Galludra dhe Zhau Lakova atje. Më në fund vjen një pikë për Dinamon, pas disa pikësh të marra nga Pogradeci. 13 Pogradeci, 9 Dinamo. Në shërbim Gjyshja. Aoki, Zhau Lakova, Seal fort. E shkapu në blok të herë Seal. Zhau Lakova, e vëmendshme Suvaria, Blevins kthen topin. Sukov, Kalim, Galludra. Kthim topin nga Lama, Gjyshja kalon topin. Aoki, Zhau Lakova, Seal, e shkapu në blok të herë nga Dinamo, edhe njerë Seal. Gjuatje let, ka gabuar Seal këtë herë. Ka funksionuar bloku dysh i Zydlos dhe i Lamës këtë herë. Tremëdhjetë Pogradeci, 10 Dinamo. Është momenti Gjyshes tani, nuk duhet të gaboj. Aoki, Zhau Lakova. Përsëritje. Përsëritje kërkojnë gjyqtarët kryesor, diçka ka rënë diçka nga tavani i pallatit të sportit në parketin e Dinamos. I vëmendshëm gjyqtari kryesor e ka ndaluar lojën. Mund të jenë edhe një pikë shiu. Përsëritje. Përsërit Gjyshja në shërbim. Shahu mbrohet mirë, Zhau Lakova, Seal, është kapu në blok Seal, edhe njerë, Galludra, e vëmendshme Gjyshja, e ka marrë pikën Zydlo në këtë dy luftim me Galludrën. Duket se Zydlo mund ta blokoj Galludrën, i ka mundësit. Tremëdhjetë Pogradeci, 11 Dinamo. Gjyshja vazhdon shërbimin për Dinamon. Shau, Zhau Lakova, Seal, mbrohet mirë Gjyshja, Suvaria në pas, Blevins, Seal. Nuk është marrë vesh atje Sukov me Gjyshe në këtë kalim të thjesht mbrapa blokut nga Seal. E ka marrë pikën Pogradeci, 14 Pogradeci, 11 Dinamo. Në shërbim ka kaluar Zhau Lakova me numrin 13 për Pogradeci. Lama, Sukov nga vjet dytë, Galludra, Seal, fort. Shprekur topi nga bloku, nuk arrin libero Lapa atje ta presi topin mbrapa blokut. 15 Pogradeci, 11 Dinamo. Sukov, kalim topi Aoki, Zhau Lakova, Seal. Ngecje mbrapa blokut, vjen pika e 16 për Pogradecin. Vjen pushimi i parë për Dinamo në këtë set të tretë. Kërkon të ndryshoj diçka tani trajneri i Dinamos, të shohim.
I në kanë mundësit vajzat e Dinamos. Kujtojmë që kryeson Pogradeci me sete 2-0. Seti 3 luhet. Në loj për ekipin e Dinamos janë Zydlo me numrin 1, Suvaria me numrin 7, Blevins numrin 21, Sukov numrin 3, Lama me numrin 6, Gjysja me numrin 2 dhe Libero Lapa me numrin 9. Zhaulakova në shërbim, Sukov sakt, Suvaria në pas, Blevins fort, Suvaria e vëmendshme, Lapa në krahun tjetër tek Lama. Aoki mbrohet, Zhaulakova, Seal, Sukov, Suvaria, Blevins, e vëmendshme Zhaulakova edhe njerë Seal. E ka marrë pikën Seal. Nuk ka rinjë Lapa të mbrohet atje. Ka qenë gjysë gjuatje mbrapa blokut. 17-11. E njeh mirë Seal lojën në sulm në pozicionin 4. Lapa, Suvaria, Blevins, mbrohet mirë Ramo, Zhaulakova, Seal fort. E ka ndihmuar edhe Rjeta Seal këtë herë. Sulmi i saj nga pozicioni 4 ka prekur topin në Rjet, e ka prekur Blevins për Dinamon. Por topi ka ikur shumë larg. 18 Pogradeci, 11 Dinamo. Vazhdon Zhaulakova. Ka gabuar në shërbim, i dhuron pikën e 12 Dinamos. Ndrim për ekipin e Dinamos. Largohet Suvaria me numrin 7, në loj Gruda me numrin 19. Largohet edhe Lama me numrin 6, në loj Shabanaj me numrin 16. Tetëmbëdhjetë Pogradeci, 12 Dinamo, seti 3 i takimit. Jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Arefi Berberi në Pogradec. Ndeshje e parë e fazës së para play-offit. Shabanaj, Aoki, Zhaulakova, Aoki ngecë mbrapa blokut. E ka marrë pikën Pogradeci. Lapa në vështirësi, Gruda e rikthen topin e loj, Lama, Kalim, Zhaulakova, Aoki, shkapur në blok Aoki nga Zydlo dhe Blevins, vjen pika e 13 për Dinamon. Ndrim për ekipin e Pogradecit, largohet Seal me numrin 9, në loj Mato me numrin 6, largohet edhe Ramo me numrin 11, në loj Fasuleva me numrin 7. Në shërbim Blevins me numrin 21. Fasuleva, Aoki. E ka kaluar topin Shahu, Nensi Shahu, libero e Pogradecit, por e vëmendshme Zydlo atje, e ka sulmuar direkt topin. E ka marrë pikën. Blevins në shërbim, Shahu, Zhaulakova, e shtyn tek Fasuleva, jashtë sulmi Fasulevës. Ka tentuar diagonale në shkurtër, nuk ja ka arritur. I duen Dinamos edhe këto pik, të shojmë. 19 Pogradeci, 15 Dinamo. Mund të kthehet seti. Blevins në shërbim. Ka gabuar Blevins. I dhuron pikën e 20 Pogradecit. Në shërbim ka kaluar Kalludra me numrin 3. Lapa, Gruda në pas, Sukov, Zhaulakova, Fasuleva mbi blok, mbrohet mirë Sukov, Gruda,
Edhe njerë Sukov. E ka marrë pikën Sukov me vështirësi, por e ka marrë. 20 Pogradeci, 16 Dinamo. Në shërbim ka kaluar Zydlo me numrin 1. Aoki, Sukov, Aoki, Sulmon. Nuk arrin atje Gruda të mbrojt për Dinamo në këtë sulm nga pozicioni 2 nga Aoki. Vjen pika e 21 për Pogradecin. Ka kaluar në shërbim Aoki me numrin 5 për Pogradecin. Lapa, Gruda, Sukov, Geci e mbrapa blokut e ka marrë pikën. Ka qenë Zhaulakova edhe Gjata atje në blok. 21 Pogradeci, 17 Dinamo. Ka kaluar në shërbim tani Gruda me numrin 19. Aoki, Zhaulakova, Fasuleva. Nuk arrin atje bloku dyshi Gjyshes edhe Ilamës. E ka marrë pikën Fasuleva. Ndrim për Pogradecin, largohet Fasuleva në lojë Ramo për shërbimet e saj. Është futur Ramo. Largohet edhe numri 6 Mato në lojë Seal me numrin 9. 22 Pogradeci, 17 Dinamo. Levins, Gruda. Ka gabuar Gjyshja. Boton. Në shërbim Ramo me numrin 11. 23 Pogradeci, 17 Dinamo. Jashtë ky shërbim i Ramos. 23 Pogradeci, 18 Dinamo. Sukov në shërbim me numrin 3. Aoki, Zhaulakova, Gjata, Borakaj, Blevins, e ka marrë pikën Blevins. Ka gabuar Blevins, në gjykimin tim topi ishte e brënda, nuk e di. Vjen pika e 24. Lapa, Gruda në pas, Blevins. Nuk arrin Ramo të mblohet aty. Njëzet e 4-20 rezultati. Borakaj, Aoki, Saini e ka marrë pikën Saini me këtë ngecje. Mbyllet edhe seti 3. Nesha me fitoren e pastër të Pogradecit 3-0. Lojë e bukur nga të dy ekipet. Ekipi Pogradecit e mbyll ndeshjen, mbështetur edhe nga tifozët e shumë të pranishëm në pallatin e sportit Arefi Berberi në Pogradec. Dueli i radhës në datën 4
në orën 16:00 në Pallatin e Sportit Fark. Miru pafshim në transmetimet e tjera.